Donald Trump, por edhe atë që pritet të ndodh, po në shtëpinë e bardhë me Zelenski dhe Donald Trump, sërish do t'i diskutoj në këtë momente me Bledar Kurtin, ekspert të çështjeve ndërkombëtare, pedagog. Faleminderit shumë për kohën. Përshëndetje Alba, përshëndetje të gjithë ndjekësve të Euronews Albania. Bled, kisha menduar që diskutonim pak për takimin e pritshëm nëse do të ketë surpriza mes Donald Trump dhe Zelenskit, por me sa duket mbrëmja e kaluar ka rezervuar surpriza sa e takon artikulimit publik që ka patur Donald Trump në lidhje me qasjen dhe qëndrimin e tij ndaj mediave dhe konkretisht ndaj gazetarëve. U shty apo u anullua, mund të themi, mbrëmja e radhës kur ishte para 3 muajsh për shkak të një incidenti me armë, dhe me sa duket tashmë kemi parë një Donald Trump me një qasje krejt ndryshe ndaj gazetarëve, kritik ndaj tij. Shumë pozitiv dhe me një qëndrim që i habiti të gjithë. Pse ky ndryshim kursi Donald Trump ndaj gazetarëve dhe mediave? Jo vetëm kaq, por gjithashtu ai bëri edhe një skup, pra dha një lajm bombastik, të cilën media filloi dhe të spekuloi ditët e sotme, për cilën jam i sigurt Alba që do më pyesni për kandidimin e tij për një mandat të ri. Jashtë logjike kur flasim për mandatet e një presidenti në SBA, por e kemi kohën ta ezaurojmë. Kemi kohën, ndaj ju nga smuva unë ju përpara se të më bëni ju atë pyetje që është tetë e logjikshme. Së pari, mbrëmja e korrespondentëve, Donald Trump ishte vendosur për ta përsëritur për shkak të atentatit që ju bë atit me jetën, pra e gjithë bota e para disa muajsh që ishte planifikuar. Dhe ai u betuaj që unë do e kryej, është e rëndësishme, do e përsërisim dhe bëjmë më mirë dhe ashtu ndodhi. Tashmë dihet që media është pushteti i 4 të shpranuar në 100 vitet e fundit, që nga krijimi i radios, televizionit, internetit, rrjetet sociale etj. Kështu që është e rëndësishme për një shtetar, për një lider të ekzekutivit, të ketë marrëdhënie të mira me median, me këtë pushtet 4. Jo vetëm me legislativin dhe gjyqësorin, por edhe median, pra këtë pushtet i cili të bën president, por ndërkohë dhe të rrëzon si president, të bën kryeministër edhe të rrëzon si kryeministër. Kaq e fuqishme është forca e medias sidomos ditët e sotme, e sidomos duke futur dhe atë fjalën që është bërë mod në kohët e sotme, algoritmi i famshëm, i cili është mos e vërtetë është të jetë influencues. Në këtë aspekt Donald Trump sigurisht që kërkon marrëdhënie të mira me mediat. Kush lider botror apo lokal nuk do donte të kishte marrëdhënie të mira me media. Por fatkeqësisht më duhet ta pranoj Alba, për aq kohë sa ka dhe media profesionale anë mban botës, edhe kombëtare, siç jeni dhe ju Euronews Albania për herë të vërtetës, ky nuk është thjesht një kompliment, por është një vërtetë patjetërsueshme, ka dhe spekulime mediatike të cilat influencojnë në politikat e liderave me pa të drejtë. Dhe unë mendoj që Donald Trump është sulmuar në shumicën e kohës thjesht sepse politikat mediatike ishin të tilla që nuk e pëlqejnë Donald Trump. Pra, pa bërë asnjë koment mbi politikat e tij, mbi nismat e tij, mbi urdhrat ekzekutiv, thjesht një çështje ideologjike, majtiste ose nuk më pëlqen pamja e Donald Trump. Në këtë aspekt, ai e ka ditur gjithmonë, ka qenë i vrazhd dhe i drejt për drejt me media, të cilat e kanë akuzuar për gjëra edhe të paqëna, apo jo. Në këtë rast, mbrëmja e djeshme ishte një lloj zbutje, ishte një lloj mesazhi sërish për bashkëpunim midis ekzekutivit amerikan dhe mediave të cilat ishin prezente. E qartë, për te medias, çfarë pritet të ndodh kur ky artikulim nuk ndodh në korridoret mediatike apo në kuadër të aludimeve, por thuhet vetë nga Donald Trump për një rikandidim? Kur erdhi në krye të shtëpisë së bardhë, mos gaboj Bled, e kemi diskutuar dhe pak javë më parë bashk, ka thënë se edhe mund të rishikoj kushtetutën sa i takon rikandidimit të një presidenti, nëse i lejohet 2 herë, apo mund t'i lejohet edhe për të patur, apo për të kandiduar për një mandat të tretë
qeverisës në krye të shtëpisë së bardhë. Sa janë gjasat që të ketë një vendimarrje të kësaj natyre për të çuar në Senat dhe për të testuar nëse vërtet do të marrë kartonat që të ndryshohet ligji dhe një kandidat apo një president të ketë të drejtën për të kandiduar për një mandat të tretë plotësues, për një mandat të tretë në karrierën e tij? A mundem ta shfrytëzoj vetëm për 2 minuta për të dhënë një shpjegim informues për gjithë ata që na ndjekin përse është i kufizuar në mandate dhe si erdhëm deri këtu. Pra, mendoj që të gjithë shqiptarët e dinë që presidenti i Amerikës është i kufizuar ose kushtëzuar, më mirë të themi, me 2 mandate, por shumë pak prej tyre e dinë se kur ndodhi ky kufizim i mandateve. Pra, deri në vitin 1951, pra deri në mesin e shekullit të 20, nuk kishte as një nem kushtetues apo amandament në kushtetutën e SBA-s që ndalonte që caktonte kufizimin e mandateve të presidentit. Pra, presidentët mund të garonin sa të kishin qef apo sa të jepej mundësia. Dhe kemi presidentin Franklin Delano Roosevelt, i cili u zgjoll 3 herë dhe në mandatin e 4 humbi jetën. Vetëm në vitin 1951 u shtua amandamenti 22, i cili kushtozon presidentin për të shërbyer vetëm në 2 mandate, ose më saktë, ky amandament përcakton që një president mund të zgjidhet vetëm 2 herë. Tashmë është i kushtëzuar Donald Trump, por cilat do ishin gjasat për të kandiduar sërish? Së pari, sigurisht që do kishte ndryshime kushtetuese që është shumë e vështirë në SBA të bësh ndryshime të tilla kushtetuese. Por, në qoftë se do ketë situata të tilla globale që kreu i ekzekutivit gjenden në Amerika, gjenden në emergjencë, situata të jashtëzakonshme, Kongresi mendoi të ishte shumë tolerant për të lejuar kreun e ekzekutivit amerikan për të vazhduar me një mandat të ri. Është shumë e vështirë? Është. Është e pamundur? Ndoshta jo. A duhet Donald Trump të ketë mbështetje konsensuale nga republikanët, sikurse dhe nga demokratët në Kongres dhe në Senat? Absolutisht që po. A do i arrijë ta bëjë këtë? Aktualisht ka një polarizim të theksuar në politikën amerikane, e cila aktualisht tani që ne flasim, unë mendoj të ishte pamundur. Mbas 2 viteve, ne nuk e dim ç'do ndodh me SBA-n dhe politikën amerikane, dhe ndoshta një konsensus i tillë për ndryshimet kushtetuese mund të arrihet. Por e gjitha nisi, sepse ju thash që do bëjmë pak informacion, nisi me George Washingtonin, presidenti i parë i SBA-s, i cili mund të garonte për herë të tretë, për herë të katërt, për herë të pestë, por zgjodhi të dorëhiqej në mandatin e dytë, përfundoi mandatin e dytë dhe kështu de facto u bë një ligj i pashkruar që presidenti shërben 2 mandate. Dhe pse e ripërsëris çështjen e de factos me George Washingtonin dhe de jures 1951, është që tashmë në mendësinë politike amerikane, çështja 2 mandateve është de jure dhe de facto të pjesë e ndërgjegjës politike kombëtare. A do arrijë Donald Trump ta zhbëjë këtë traditë të cimentuar de facto, por gjithashtu të përcaktuar de jure në kushtetut? Nuk e dim. Sot dhe ishte shumë e vështirë. Pas 2 viteve, duhet të riparë dhe duhet të shqyrtuar kjo çështje. Por përse e përmendi Donald Trump, kthehemi tek forca e medias. Kë kishte audiencë të gjithë media kombëtare amerikane. A do bënte lajm një deklaratë e tillë dhe dështoheshin lajket? E bëri, qarkulloi lajmin gjithë botën dhe lajket u shtuan, vëmendja u shtua. Të paktën
nëse Donald Trump nuk arrin të siguroj garën për mandatin e tretë, të paktën ka bërë lajm të përqyeshëm anemban botës. Pra ishte një win-win situation, ishte një deklaratë cili i shtoi përqyeshmëri Donald Trumpit. E qartë. Sa i takon asaj që mund të shkaktoj, pra duke prishur rregull apo duke ndryshuar rregullin, mund të ketë impakt pozitiv për historinë, për më vonë, për presidentin dhe figurën e tij dhe tentativën për të patur edhe mandate të tjera, apo asnjë ndikim? Se është si thik me dy presa, nga cila anë ta lexosh? Po, sepse ndërkohë që kemi George Washington, ose kishim të gjithë presidentët më parë, që kishin 2 mandate ose 1 mandat, fillon lufta e dytë botërore te Roosevelti, Franklin Delano Roosevelt, rizgjidhet herën e tretë, sepse Amerika ishte në kushte të atilla lufte. Dhe këtu fillon presidenca moderne amerikane. Dhe kemi pastaj një seri atentati ndaj Kennedy, vrasje, dorëheqje e Nixonit, fillon dhe zhbëhet figura, forcohet, por edhe zhbëhet imazhi i presidentit të SBA-s. Ditët e sotme nuk kemi më një politikë klasike, kemi një politikë Facebooku dhe rrjeteve sociale dhe së bashku e kemi përmendur shpesh që nuk ka më shtetar të old school, pra që ulen dhe diskutojnë në kryesa të rëndësishme shtetarie, por vetëm me deklaratat X, Instagram, Facebook, LinkedIn e gjëra të tilla të cilat e kanë transformuar politikën ndërkombëtare dhe sidomos brezin e ri. Çfarë trashëgimie do linte ky ndryshim kushtetues? Mendoj që jo ndonjë ndryshim i madh. Unë mendoj që ishte më shumë pragmatik dhe do mbetej në histori si një veprim i zgjuar, i guzimshëm i Donald Trump dhe kaq. Unë nuk mendoj që do zhvonte ekuilibrat politik. Dhe mendoj që ai do konsideroj seriozisht rikandidimin për mandat të ri për president. Të paktën do provoj të marrë votat e Kongresit. E qartë. Bled një takim tjetër në Shtëpinë e Bardhë mes Zelenskit dhe Donald Trump. Me pritshmëri apo vetëm për të parë takimin nga fillimi në fund është ajo që ka më shumë rëndësi, pasi gjithmonë niset për një takim të qetë me një vëmendje të shtuar ndaj situatës së tensionuar në territorin e Ukrainës në vit frontit, por shohim pastaj që degradon provokime, gjuhë trupi, lexim veshjesh, kode veshjesh e gjatë kësaj natyre. Cilat janë pritshmëritë? Pritshmëria ime, Alba, do ishte që herë tjetër që ne diskutojmë së bashku të mos jetë më për Rusinë e Ukrainën, por të ketë përfunduar. Pra sepse u bën disa vite dhe ju komplimentoj që e ndiqni me kaq vëmendje këtë çështje kaq të rëndësishme gjeopolitike, ndërkohë që ne vazhdojmë ta diskutojmë dhe kjo është fatkeqësi. Pasi kemi 2 milion, shifrat kanë arritur në 2 milion të vrarë, të humbur, të plagosur, ata që nuk gjenden, të zhvendosur, dhe është konflikti më i përgjakshëm që nga lufta e dytë botërore. Pra, është tragjedi që kjo luftë vazhdon dhe ka marrë një natyrë të re. Nuk është më një luftë për territore, është një luftë për të dëmtuar njëri tjetrin në aspektin ekonomik, financiar, politik dhe të dyja palët, nëse keni duket dhe tashmë duket qartë, të dyja palët presin një ndryshim politik, diplomatik, të ndodhë diçka për t'i dhënë fund këtij konflikti. Zelenski do jetë në Washington ditën e martë që vjen për nder të varrimit që i bëhet kongresmenit Lindsey Graham, i cili humbi jetën, dhe me këtë rast do takohet me Donald Trump. Donald Trump do i bëj sërish propozimet e tij, të cilat i ka bërë gjithkohës dhe ka qenë koherent dhe konsistent, të cilat ndal luftën tani, të dyja palët shkojnë në shtëpi. Por duhet theksuar që përpara presidentit Trump nuk ka patur tryeza të tilla, negociata të tilla për armëpushim, për siguri të ajrit, për të zgjidhur një çështje diplomatike, por ka patur vetëm mbështetje të Ukrainës për të rënuar ekonomikisht Rusinë. Nuk funksionoi, tashmë urojmë që takimi i Trump me Zelenskin
të ketë zhvillime të reja për të gjetur një formulë për armëpushim dhe rrjedhimisht për ndalimin e këtij konflikti i cili nuk është vetëm izoluar, ka ndryshuar rendin global. Duhet kuptuar që ka ndryshuar rendi global për shkak të atij konflikti që ka ndodhur midis Rusisë dhe Ukrainës. Gjithashtu ka prekur NATO-n, ka ndikuar te Kina, te Ballkani, ka një ndikim geopolitik të jashtëzakonshëm për cilën ne urojmë që çdo takim i Krejut të Shtetit Amerikan me Zelenskin apo negociata me Putinin të jenë të frutshme dhe të japin fund këtij konflikti. E qartë. Fakti që ka një vëmendje të shtuar, pra nuk e shmang situatën në Ukrainë, donse po flitet më pak nga shtëpia e bardhë e Donald Trump, por ka një zonë konflikti të hapur në Iran. I jep rëndësinë e dur këtij vendi që është nën pushtimin deri diku të Rusisë dhe nën mund të themi agresionin rus prej 4 vite gjysmë tashmë, në mos gaboj. Analiza duhet bërë edhe më e gjerë sepse janë të lidhura. Është e lidhur konflikti Rusi-Ukrainë, konflikti me Iranin dhe i mëparshmi me Venezuelën, që nuk duhet harruar. Të treja këto konflikte kanë shtete të mëdha pas tyre, nuk bëhet fjalë vetëm për çështjen e Ukrainës, Iranit apo Venezuelës. Këtu ka influenca të shteteve të mëdha si Rusia, si Kina, me influenca geopolitike të rëndësishme, kësaj janë të ndërlidhura me njëra tjetrën. Nuk mund të merret konflikti në Iran i ndarë nga Ukraina me Rusinë. Por, çfarë tjetër i lidh këto 3 pika të nxehta? Sepse duhet theksuar është SBA, kush është pala tjetër në anën tjetër që bën luftë proxy, është Kina me Rusinë. Pra mos harrojmë që prezenca ruso-kineze iraniane ishte në Venezuelë. Okay? Sikurse Donald Trump shkoi të takoj presidentin e Kinës për të bërë një deal, një marrëveshje që Kina të mos mbështesë ushtarakisht Iranin. Dhe ndërkohë për t'i bërë apel që të mos mbështesë gjithashtu ushtarakisht dhe mos ketë lidhje të ngushta dhe me Putinin, me Rusinë. Pra të treja këto janë të lidhura. Nuk ka rënë vëmendja nga Rusia dhe Ukraina nga ky konflikt, sepse siç e përmenda, është më i përgjithshëm pas luftës dytë botërore dhe ka ndikim të jashtëzakonshëm. Por ka dhe përfitime të cilat kanë dalë nga ky konflikt. NATO ka dalë më përfituar, sepse që nga fillimi i konfliktit kemi Finlandën dhe Suedin që u bashkuan në NATO, pavarësisht Rusisë që u përpoq ta pengojë. Kemi gjithashtu NATO të përforcuar me buxhet më të lartë. Kemi të gjithë vendet e Bashkimit Evropian të cilat kanë rikthyer vëmendjen tek armatimi dhe buxheti i mbrojtjes. Pra, kemi disa aspekte politike të rëndësishme që kanë zhvilluar në Bashkimin Evropian, sikurse edhe në NATO dhe sikurse me SBA. Nuk është bërë vëmendja amerikane fokusi nga ai konflikt. Por, mos harrojmë që ka dhe një palë tjetër dhe lidh me median, e lidh me ideologjinë majtiste, e lidh me ideologjinë e ndryshme nga politikat e Donald Trump, të cilat nuk kanë qenë miqësore ndaj presidentit Amerikës, të cilat nuk kanë qenë bashkëpunuese. Dhe mos harrojmë këtu kemi disa shtete të BE-s, sikurse ishte Spanja apo dhe vende tjera që nuk dua të listoj këtu, të cilat nuk e ndihmuan SBA-n në konfliktin që kishim me Iranin, sikurse ka qenë dhe opozitare në raport të marrëdhënies midis Trump dhe Putinit, apo jo. Kështu që nuk ka qenë e lehtë për SBA-n të ketë qenë në unison të plot politik dhe geopolitik për t'i dhënë zgjidhje një herë e mirë këtij konflikti. Por thënë kjo, le të shpresojmë që çdo takim që bëhet midis Trump, Putin, Zelensky, duke bërë propozime konkrete, shpresojmë të ketë një të nismë armëpushim, të nisme negociata të nivelit të lartë
dhe duke shpresuar që të ketë zgjidhje, pasi do ketë ndikim edhe tek zonat konfliktuale të tjera në botë. Bled, shumë faleminderit për kohën dhe analizën që bëre. Je gjithmonë i mirëpritur në Euronews. Kënaqësi Alba, faleminderit. Për lajmet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota, mund të shkarkoni aplikacionin në Euronews.al në App Store dhe Google Play. Ndërkohë, programet tona mund të ndiqni edhe në radio në frekuencën 105.7 MHz. Bashkë ndajemi këtu për të ritakuar nesër në orën 10.